Një grup kriminal që merrej me shitjen e armëve të zjarrit u godit nga policia e Tiranës pas një hetimi gati 3 mujor. Këto pamje tregojnë momentin e arrestimit të 3 të dyshuarve, Artur Brahimaj, Artur Ushiti dhe Ilir Zyberi. Policia kishte informacione se ata kishin siguruar armë zjarri në disa qytete të Shqipërisë, ndërsa shitja e tyre do të kryhej në zonën e Freskut dhe Tufinës në kryeqytet. Në total u kapën 5 armë zjarri dhe municion luftarak, konkretisht 2 kalashnikov dhe 3 pistoleta. Grupi hetimor ka bindjen që ky grup është marrë edhe më herët me këtë veprimtari të palishme, pasi 2 prej anëtarëve rezultojnë të dënuar më herët. Artur Brahimaj, 63 vjeç, rezulton i dënuar për drogë dhe mashtrim. Artur Ushiti rezulton se ka ngarkesa penale për plagosje, si dhe Ilir Zyberi, 55 vjeç, i dënuar për vrasje. Si pjesë e grupit kriminal u shpall në kërkim edhe një person i katërt, emri të cilit aktualisht po mbahet sekret. 2 kalashnikovët rezultojnë të ishin të vjetër, por të mirëmbajtur. Sipas një verifikimi paraprak, rezulton se ishin të rregullta përgjithje. Ilir Zyberi njihet në zonë e kombinatit si një person me influencë, pasi rezulton të jetë vëllai i Fatmir Avdillarit, i njohur si Xubi, i cili në vitin 2021 ndroi jetë si pasojë një aksidenti.